Nderuar televizionistë, jemi rikthyer në pjesën e fundit të këtij emisioni, por jo e fundit për nga rëndësia. Në këtë pjesë, unë kam 4 përfaqësues të koalicionit Shqipëria Madhështore, që të dielën luftojnë për të bërë deputet. I kam zgjedhur qëllimisht që të jenë në listë të hapur. Pse do thoni ju? Nuk e marrë nga lista e mbyllur. Po ata e kanë mbyllur bisedën e gjitha këto. Çfarë thonë ata? Kanë mbyllur problemin. Janë mbyllur aty dhe janë të sigurt. Dhe unë kam marrë këta të hapurit. Se ndoshta edhe këta mund të ishin të mbyllura më shumë se të hapurit, po tani ne gazetarë jemi dhe s'kemi fuqi të marrim vendime. Tani këta mund të ishin mbyllur se 4 që kanë thirrur unë, por doktori ka marrë vendim dhe ne do të flasim më shumë për këtë pjesë sepse këta janë fushat tani dhe po do flasim me kujdes sepse ka fushate. Adriana Kalaja, faleminderit, kandidat e koalicionit Shqipëria Madhështore në Tiranë, Tedi Kopliku, kandidat i koalicionit Shqipëria Madhështore në Shkodër, Kreshnik Çollaku, kandidat i koalicionit Shqipëria Madhështore në Tiranë dhe Sali Shehu, kryetari i FRD-s, kandidat i koalicionit Shqipëria Madhështore në Tiranë. Ka një problem me ty që ti gjithmonë dhe probleme, njerëve të pi kafet e spaku. Dhe thonë njëzit, mos e thirën këtë saliun aty për ta marrë dhe këte. Jo, ti kështë vete për të pi kafe aty. Shumë, Allah, është kjo punë se ati nuk vete njerit pi kafe. Po, hajde tani se... Po, pastaj ti më duke se pas ke një të liste mbyllur të endja. Dhe ti që marrë ke këtu vetëm, sikur të mos fitosh, ti marrë ke vetëm parat e partisë. Shiko këtu, Yli, nuk... Se po vesh si doktorit e ti, shikoj Yli, po? Kështë betej e parave, kështë beteja të ndryshojmë faqen Shqipërisë. Për të ndryshuar Shqipërinë, po. Sigurisht, po. Po, ke një njeri të liste mbyllur, thash? Po, kam një njeri të liste mbyllur për shkak të marrëveshjes si kemi ndërtuar me Partinë Demokratike. Po, pse s'u futet ti të mbyllur? Dhe mbajnë jashtë të hapurin? Kjo është e marrëveshja. Këtu jam dakord që tjetë njërin listë mbyllur, unë si kryetari i partisë jem listën e hapur. Se ti ke rënë dakord që këta që threson të majtët, që thonë partia ime më dënon. Jo, mos ka dënuar partia ime. E threson Petra Korçin dhe këta? Shoku Kadri e kështë të thënë. Po, shoku Kadri është partia ime më dënon. Po i thira unë ata, Petra Korçin këta dhe këta, po të pjesë majkon e këta, partia ime ka vendosur, thot, ajo e di. Në fakt, shikoj, Yli, unë u tregova tolerancë. Mos e lëvisë lapsin shumë se krijohet popullata tremet nga goditjet. U tregova tolerant shumë në rasti konkret, për shkak se mund të isha dhe unë listën e mbyllur, siç është zoti Mediu dhe zoti Duka. Po bisedimet shkuan në këtë drejtim që nuk e afrosh e doti. Rash dakord që të dalë listën e hapur. Fokuson hapësirë më të madhe vendimarrjes. Punojmë se jemi në orë të vonë, po duhet të punojmë gjatë gjithë kohës, ju lutem. Pra, do më thëmë. Tani Fatmiri ka vendin e vetër se ai punon në Amerikën. Një minutë, mund të ishe edhe unë listën e mbyllur, kuptove ti? Po, mund të ishe. Po bisedimet vajtën në atë drejtim që na çoi këtu ku jemi. Po. Edhe unë dola si kryetar partie në listën e hapur. Po edhe për të provuar veten në terrenin elektoral që të dalë si deputet i votuar nga populli, jo me një mandat dhuruar në kryezën e bisedimeve. Që do drejt për drejt, okej. Votën e popullit, okej. Atere, në ndajnë 2 ditë nga zgjedhjet e së dielës. Ju jeni të gjithë kandidatë për deputet, si shtamë. Fare shkurt, si ka qenë kjo fushat për ju dhe koalicionin unë ju kam ndjekur? Zënja Kalaja, si ka qenë për ju dhe koalicionin Shqipëria Madhështore? Qëfar problematika është keni? Sa më e koncentruarë? Ka një problematik... A keni patur munges në media e tjerë? Po, përveç kësaj, ka një problematik që është më thelpsore, mendoj unë, për shkak të kodit, ku ne të 37 kandidatët bëjmë atë fushatën elektorale, se s'mund të quaj as luft, as betej, se kush do marri më shumë vota, pasi vetë kodi, që për mua është kodi më i keq në 35 vite. Kje ka votuar doktori me Edi Ramën. Shumë gabim kanë bërë, për mua kanë bërë shumë gabim. Po ta vëshre, jo vetëm kanë bërë shumë gabim, po vetëm këta 2 na dalin tani. Dalin këta 2 njerëz. Nuk e një deputet që ka votuar kundër.
Ti e ke votu kundër. Po e ke kuptuar që do ndodhte. Më duket edhe Bujar Leskaj. Kanë qenë shumë deputetë. Unë votova kushtetutën kundër dhe s'ndodhi gjë. Adriana, Atëre, unë mendoj që ky është në këndvështrimin tim problemi parsor, sepse jo se unë jam partizane listave të mbyllura, por në aspektin moral, kishe një grup të madh njerëzish brenda partisë që luftoni që ai numri në listë shkon dhe sa më poshtë, pra nëse unë do isha 21, unë do luftoja shumë që të dilte Kreshniku, që të më vinte rradha mua. Ndërsa sot, unë luftoj që të kem një vot më shumë se Kreshniku, që të futem unë. Më thënë ti lufton dhe me Kreshnikun sot? Po themi në mënyrë metaforike. Po ashtu është, të tre ne të Tiranës, për jashtot Edin, që është në Shkodër. Po dhe ky të luft ka. Garim. Unë mund të kem një favor në raport me burrat, sepse është pjesa e asaj përqindjes gjinis femrave, që për mu edhe kjo pjesë e ligjit për mua është e pa logjikshme, sepse në një institucion kaq lartë si ku vendi i Shqipërisë, nuk ka pse shkon një grua se e ka lapsi i 30%-shit përpara një burri që ta meritoj. Kështu që për mua u bë gabim i madh në raport me këtë kod, por nga ana tjetër terreni është gati, situata është shumë e agravuar në qytetarët. Kjo duke përfshirë dhe ato që janë jashtë partijës, sepse nëse ne të tre do futemi vetëm tek thesi i partisë, nuk mund të ndodhi dot ndryshimi. Unë shikoj në fakt që ka shumë nga zona gri, ka shumë edhe të majtë, të paktën në zonat e fshatit ku unë jam e deleguar Ndroq, Pez, Vaqar. Ndroqi dhe Peza ka element të majtë shumë, por njerëzit e vuajnë këtë mangësi, sidomos të 4 vjeçarit fundit, ku në Pezë dhe Ndroq nuk ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka drita, duhet fikim, tha një zonjë para një jave, duhet fik gjithë pajisjet e shtëpisë që të ndes televizorin, kështu që unë mendoj se me atë program që ofron Partia Demokratike, me rritjen e rrogave, me problemet që zgjidhen qoftë me dyfishimin e buxhetit në shëndetësi, në arsim, me minimumin jetik e tjerë, unë mendoj se janë projekte madhore që përveç atit 100 ditëshit parë që do ndikojnë në rritjen e dinjitetit jetës, mendoj se do ndikojnë edhe ke zona gri, dhe për këta arsye... Do kemi pyetje, pse duhet ky rotacion e këto? Okej. Kreshnik, ti nuk ke patur një raport shumë afër me misionin tim, por unë të vlerësoj për disa arsye, por dhe për racionalitetin. Politikanët përgjithësia janë njerëz shumë të vështirë në tonë përgjigje ndryshe nga, por të kam vënë re që ka elemente mjaft të vërtete kështu, të cilët nuk është se janë shoqërojnë politikën shqiptare. Tani me të njëjtën pyetje që i bëra... E pranoj kritikën dhe faleminderit për komplimentat. Po, kam të njëjtën pyetje që i bëra zonjës... E kam për të gjithë. Do me thënë, si është ke fushatë dhe çfarë veçon ti, se tani jemi në konkludim. Mi jep një impresion të endin. Sa më të koncentruar. Si që thash, unë e kam votuar kundra kodin. Dhe s'kam qenë deputeti vetëm e opozitës që e kam votuar kundra kodin. Dhe gati në atë kohë, po t'i shkosh deputetet opozitës, unë danë, thuaj se gjysma e votoj kundër, krejt opozitës, dhe gjysma e votoj pro. Por, u bashkuan votat me majorancën dhe kaloj kodi. Dhe pajtojmë atë që tha Ardiana, është kodi nga 92-shi, është kodi më i shëmtuar, më i deformuar, më anormal elektoral që ka ndodhur ndonjëherë. Është një kurth për opozitën ky kod. Ky është kod kurth për opozitën. Çdo gjë duhet bërë, ky kod duhet rrezohet që nga data 12. Pse është kurth fylli? Sepse kodi imponon në mënyrë të paevitueshme një betejë brenda llojit. Ndodh në mënyrë të paevitueshme, sepse një vot ty të bën ose humbos ose fitues ka shi rivalit tënd. Dhe përveç se ti je i bërë me material nga Marsi,
duke qenë se nuk jemi të bërë me të tillë, por jemi njerëz, është në natyrën e njeriu që do bëj betejën e vet për votat e veta, për kandidimin e vet. Por në natyrën e njeriu është që ylli tendenca njerëzore është që të shkosh te një votë që është e sigurt. Çfarë është vota e sigurt? Është vota e strukturave, e mbështetësve. Pra, unë për të marrë, po e banalizoj, për të marrë 10 vota personale për Kreshnikun, me një paradite, me një strukturë të sigurt partije, i siguroj. Për të marrë, sepse është më kollaj, po të kem 2-3 njohje, më jepni mua, mos jepni Ardiana, sepse kjo ndodh, kjo është vota. Po sigurisht. Por çfarë bën? Jo. Më ra, po më ra. Po. Po çfarë bën? Mund ta ndihmoj dikush. Nuk e di, dëgjojmë. Mund ta ndihmosh, jo dëgjoj. Se mbajtë kështu. Po mund ta ndihmoj Kreshnikun dikush, pa problem, sepse live jemi, në ndodhin. Ose Për ta fiksuar Po? Por Jemi live në Euro të shikus dhe ndodh që... Jo, ndodh rëndom kjo gjë. Shumë gjëra ndodhin në transmitime live. Duhet shtuar pak investime në televizionër. Dhe çfarë ndodh? Natyrisht. Nuk e di, a dëgjojmë në rregull? Po çfarë Do mos ndodh? për këto pjesë, po. Çfarë ndodh kjo? Është normale, është racionale që një kandidat të shkojë të konsumoj kohën te vota e sigurt, që është mbështetësve demokratëve. Po këtë bën çdo kandidat. Qartë. Ndërkohë, ne lëm dhe kush është Kurthi sidomos për opozitën. Kurthi është që ka një masë gri, të pakënaqur, të cilën ju përpiqeni me të gjitha mënyrat për ta afruar. Për ta marrë, jo, nuk po e synojnë kandidati, sepse për të marrë një të pakënaqur apo një masë gri, ty munduan 2-3 ditë të konsumosh energji. Dhe asnjë kandidat nuk e harxhon. Në media keni patur hapësirë? Minimale, mesatare, duke të respektuar ty në fund që na dhe një hapësirë të mirë. Por jo shumë. Jo, minimaliste është. Po vetëm ty na ke thirrë çfarë? Minimaliste, atëre. Vetëm edhe një fjali të tek Meraku. Tek Meraku votës gri. Meraku im është kurthi opozit, për opozitën është sepse nëse do të ketë rotacion, do ta bëj pikërisht vota gri, e bindur që të kalojnë në votën për PD. Por ne nuk po e konsumojnë dot energjinë e votës gri, sepse ky kod është një kurth që ta hanë në një luftë brendshme për siguruar qoftë dhe një votë më shumë se kolegu që kanë krah. Tani, Tedi Kopliku është një djalë i ri që kandidon për Partinë Demokratike, kemi qenë njerë bashkë, Po, në Lën. lidhje, i shkolluar në Perëndim, Në Francë, edhe në Shqipëri jam. dhe pse erdhe në Partinë Demokratike ti? Se erdha, Dhe jo me një nga partitë e reja, po themi, jo? po shpjegoj. Atëherë, unë më shumë jetë kam brenda Partisë Demokratike se sa jashtë saj, kam filluar angazhimin qysh 14 vjeç në strukturat e Partisë Demokratike, fushatën e parë kam bën 2005-ën, pra aq sa përballon mosha e kohës. Mrapa kam kenë pjesë e çdo fushate elektorale nga viti 2005 e mrapa, pra zgjedhje lokale, zgjedhje qendrore, dhe ky moment është një vazhdimsi logjike e rrugtimit tim politik. Po gjithsesi edhe si e nëse do të më bëhet e pyetja pse Partinë Demokratike dhe jo partitë e reja, sepse mendoj që Partia Demokratike është vetëm një mundësi për rotacion politik, matematike, dhe sigurisht që Shqipëria ka nevojë më shumë se kurrë për vazhdimsinë e kombit shqiptar me pas rotacion politik. Pra një zgjedhje krejtësisht racionale do të ishte më bashku me partinë më të madhe opozitare, për sa kohë që për 12 vite s'ke arrit me këto partitë e vogla me kriju mundësi reale për rotacion politik. Dhe partitë e vogla sot, përveç fragmentimit pra të votës opozitare, nuk është se kanë me prodhu diçka tjetër, madje kanë filluar edhe me artikulu që ne nuk jena këtu për rotacion, jena për zëvendësim të opozicës, dhe unë nuk mendoj që e kena luksin mas 12 vitesh këtë qeverisje, si mas tana parametrave, dhe partitë e vogla në mendimin tim legjitimojnë pra atë narrativen që këtu janë gjitha partitë njësoj, pra gjë që e bën votuesin gri, siç u përmend më përpara, apo atë pa vendosur. Po, ndërkohë, partitë e vogla ne nuk themi dot pse ju jeni krijuar, e para, dhe e dyta... Se unë nuk marr pjesë në partitë e vogla. Jo, dakor, kjo ishte pyetja ime. Por ndërkohë, ju nuk shikoni asnjë problem te opozita, te Partia Demokratike, pse ka një thermim kaq të madh, përveç, e kisha unë analistët këtu, përveç ndryrjes që bën. Po ndryrja këtu është 35 vjeçare, se ti je djalë i ri, dhe nuk e ke parë të gjitha, ose ke qenë i vogël. 20 vite të paktën... 20 vite, po, ka 35, dhe këtu të gjithë kanë dashur të azisojnë kundërshtarin.
edhe Partia Demokratike, doktori dije në kohën e... Asnjëherë. Po ju jep, a mund të jep një shembull? A mund të jep një shembull? Politikisht. Ja, ta mbaroj logjikën. Ja, dakord. Shiko, Lufta të majtët dhe të djathët, po mirë, më t'i gjo pra ta. Në luft janë, nuk diskutojnë. Ta mbaroj. Por Jo, ti ke të drejtën tënde. Si në këto 4 vite që i ka ndodhë Partisë Demokratike, nuk ka ndodhë në 35 vite. Azisimin të gjoja një televizion dje, ja një sekund. Të gjoja dje në një televizion, që një mjeri priste tani për këto 4 vite që këto një ju. Por për shembull në shumë vite më parë, Fatostanua shkonte në Burg dhe pjesa tjetër, do me thënë ku unë isha afër, se unë kam qenë afër gjithmonë me Partinë Demokratike, përpiqej të krijonte Partia Socialiste e rindërtuar, ta krijonte vetë opozita të majtën. Shumë mirë do bënte. Ua? Sepse është një parti që vjen nga Partia Komuniste. Edhe ti ke të drejtë të krijosh të gjitha partitë? Jo, të Por i ti pastaj mbylli të gjitha? Dakor. Jo, unë nuk thash. Nuk duhet ta vazhdoj, po Unë nuk thash që pse su bërë, unë thash. Ai e krijoi ato vetë vetë një parti socialiste nga e para. E krijoi vetë ato. I kam thënë dhe kravatën. Edhe iku. Ai në fakt e bëri rilindjen, më fal. Ti e dikti. Ylli, ai bëri rilindjen ai. Ka lidhje rilindja me Partinë Socialiste? Dakor. Ska asnjë lidhje. Ai mori Partinë Socialiste. Dhe bëri rilindje. Ska më Ai ka të Parti drejtë të bëjë Socialiste. çfarë doj me atë që ka. Nuk e di. Dhe ka bërë çka ka dashur dhe ka marrë pushtetin Mos ki gjithmonë. merak se ato po bën. Ka një argument tjetër, mendoj. Nëse po doni t'ja hedhim të gjitha, ti hidhjani. Jo, Po është detyra juaj. Po fitoni, hidhjani të gjitha I më. ka marrë vetë për sipër, mos ki merak. Parti Socialiste ai është Të konkludoj Tedi dhe po. Tedi. Desha më dhanë vetëm një shembull për pjesën e asgjësimit të opozitës. Vetëm një element. Në kohën kur ishte Partia Demokratike në opozit, media ma fuqishme opozit, do të thënë, media ma fuqishme ishte media opozitare. Mjafton me pa vetëm kyte, pra ka pas një lloj konkurrencet. Kishte alternativ për informacionin. Kishte mundësi për me bë opozit. Pra opozita ishte fuqishme. Kjo nuk është prova që qeveria do të më zhduk opozitën. Më thënë, sigurisht që ne kena një mentalitet bizantin të bamunit politikë në Shqipëri. Dhe kjo nuk mund të nëshohet për një ditë. Por, gjithsesi, ka pas... Dhe tani është me ashpër, më është ashpër. Ke drejtë timu. Bi opozitën janë ushtruar trysni nga më të mëdhat, s'ka pikë dyshimi, më nuk ka. Po duhet të themi tani, po s'ka dyshime. Ka dhe një argument tjetër nëse mund. Por unë nuk po të them që mbi opozitën shqiptare nuk është përdorur drurje, gjithë shka. është përdorur shumë. Por dhe vetë opozita ka probleme dhe vetë të nësishme dhe nëse i shetë dy agjerat, të dy planet... Prandaj është në opozitë se ka probleme, se po t'ishte mirë nuk dojë... Por Kreshnik, çështja, unë kam një optik pak më ndryshe. Çështja e partive të reja apo të vogla, në një sistem normal, kod zgjedhor normal, në parim, sigurisht, një parti e madhe, është krejt normale, tendenca është të zgjeroj territorin. Po nuk rezistove tregu, të hanë edhe supermerkato i lagjes, kur hap një të madhe, do t'i eliminoj këtë të voglat. Ajo është një dialektik logjike. Por në situatën dhe në kodin e sotëm, sidomos situatën që jemi sot, në gjendjen politike që është sot, unë nuk kam gjë kundra partive të reja. Edhe madje mund t'ja dhe një kontribut për pluralizmin e për alternativat dhe për garen. Por në situatën e sotme është irracionale. Është irracionale që të derdhet vota në subjekte të tjera, se do të respektueshme apo jo, nuk po ju t'i vlerësoj, po është irracionale, sepse është një vot që shkon dëm. Pra, në rast se ka subjekt që shpallet kundra qeverisë, çdo vot që derdhet edhe për respekt subjektit, edhe për njohje personale, edhe për mërzika si PD-s, dhe për inat ka shi gjithve ne, është një vot që digjet. është një vot që nuk i shërben as subjektit të ri dhe as opozitës madhe. Për kontratit, do pëson opozitën. Prandaj është irracionalitet sot të derdhen votat, as për favore politike, dhe as për misësi. Ka dhe i problem të madhë. Nëse këto miqtë e mi këtu, do të ma tregojnë, sepse asnjë nuk e di, i nderuar ylli, se sa vota duhen për të shkuar në kuvend. Ka dhe një problem të madhë ky kod. Pra, nëse kishim minimumin e votave, kishim atë hersin, pra bëhe një llogaritje, bëhe një kalkulim i çdo kandidati, nga ne të paktën të 4, unë nuk e di akoma, që sa vota i duhen një kandidati në listën e hapur, po flasë për Tiranën, edhe për Shkodrën ku është Edi, po për ne të 3 të paktën,
Ne jemi 37 kandidat dhe asnjëri nga ne nuk di se sa vota do një burr dhe sa vota do një grua të shkojnë në kuvend. Pra, po e hamëndsoj. Gaboja i komisioneri, nuk mi quajti mu 2 vota në numrim, po 2 më 2, edhe del një përpara kundërshtari, kolegja ime. Rivali. Ndërkohë që ajo është poshtë meje, po u bën 2 gabime me 2 vota. Ja kaq është. Do me thënë një kod sa i keq, aq i pasigurt, aq dhe nuk tregon realitetin e asaj ku duhet shkoj besimi i qytetarit. Për të pasaj për të folur edhe kur thot Kreshniku, se si jemi fut të gjithë me atë lugën në brez për të marrë nga ajo tava e përbashkët. Do të krijoj edhe një anomali tjetër politike kjo. Një kandidat që del nga lista e hapur deputet. Pra, një nga kandidatët ne që do të jetë deputet nesër. Në raport me një nga deputetët dal nga lista e mbyllur, do të ketë një epërsi morale të padiskutueshme. Do t'i thot të qova dhe ty, futa dhe veten. Futa dhe veten me kratë e mirë. Kjo do t'i përmbyllë sa raporte politike dhe brenda partive. U shem një kritik, do më thënë, listat janë më të hapur nëse shkën kanë më përpara, dhe shpresojmë t'jenë më të mbyllur nëse sa Kështu që vinë t'u hapë. Para 4 vitesh më kanë totalisht. Shkodrët e di, sa janë në listën e mbyllur? 4 janë në listën e mbyllur. Dhe në listën totale janë 11 deputet. Totalisht me gjitha ta 4 janë 11. Po, prej listë hapur, ata optimistat thonë që i marrim 3 ose 2. Unë po them që i marrim 2. Do me thënë ju pretendon, opozita Partia Demokratike pretendon për 7, thua dhe. Logjikisht, pse jo? Jo. Jo, 7 më optimist. Unë them që 6 i marrim edhe mundën e mandru. Do të ju pretendoni 2 plus, ë? Po 2 plus, pra 11 që duhet me dalë i pari ose i dyti për me kenë pjesë e parlamentit shqiptar. Dhe ashtë e mujtur matematikisht, po atjetër që ka një avantazh moral ka shi listës mbyllur, por në fund ditës edhe lista hapur ne jemi në emisionin e fundit për para zgjedhjeve dhe sigurisht që nuk do të kemi pyetje për të u vënë në ngasje për të thënë gjëra kundër opozitës për kundrazi. Jo, po flasim për qëllimi im është që unë ju të tregoni njerëzve së pari pse ju duhet jeni deputet në kuvendin e ardhshëm. Filloni me radhë, 4, njeri pas tjetrit. Shi njeri Ylli me qenë se fole për partitë e reja ti, unë s'mund të ripa e thënë 2 fjalë këtu të shi. Unë nuk folër për këtë, po... Do flasun se, unë ka marrë për të folë, ti thjesht për të tu emisionin. Po. Do folë... Shiko, ndryshin nga çdo radhë tjetër në zgjedhje. Këtë radhë... Ngrije pak zënjë se... Ndryshin nga çdo radhë tjetër. Po? Këtë radhë, partitë e reja, shiko, është problemi madh për ta, jo për ne. Se ata do humbasin në mënyrë drastike. Po marrë në shembull, zoti... Partitë e reja humbasin, thuat. Po, vetëm dë vërvitën si që futin shkretirë, se nuk ka vota për ata. Se do i majmë gjitha ne, mbajmë ndi. E kam fjallën për zotin Akron Shehaj. Jo, do marrin, po thot nuk do marrin mandatin. Ai nuk shan njerëz nga Partia Demokratike, unë e kisha. Nuk e kisha, po të themi pse duhet fitojmë. Ti ma di natyrën mu që nuk artikuloj fjallë fësi. Se tani duket sikur duhet të themi diçka për njëri që s'është këtu. Ndërtoi partinë në borën e Partisë Demokratike, duke qenë deputet. Ja. Po. Ai ka dëshë vërtet kjo. Apo jo? Jo, s'ka të drejtë. Jo, po çka ka pengu për me bë atë që është brenda Partisë Demokratike. Ti jep dorë që transformu Partinë Demokratike. Unë mendoj ai kur ta marri mandatin. Unë mendoj që Agroni ka bërë një gjë më të ndershme se një pjesë që s'është asnjëri nga ju këtu. Kur ta marri mandatin me forcat e vet, ajo nga demokratët. Për mua ajo nuk është e ndershme. Sikur ta lëm këtë pjesën në për diskutuar për Agronin, po jo nuk shkon. Ai nuk është tu, ishte pakosh, dhe unë ju kam thirur në ishte emision, jo, ju lutem, është emision i fundit, Sali, lutem. Unë të respektoj shumë, dhe unë të kam thirur për të kuptuar njerëzit që dëgjojnë ty, pse duhet t'jesh ti deputet? Unë të thash në fillim që ti mund t'ishe dhe në listë e mbyllur, se ti e kryetari partisë. Jo, aty të kanë futur, se këto gjera, po nuk do t'i diskutojmë më këto, pse partia është kruajtur, nuk të ka futur ty të parin, po ka futur njërës tjera, ty të partia të ende gjitha. Nuk po e diskutojmë këto. Por unë ju kam thirur që shqiptarët të kuptojnë pse ti duhet t'jesh deputeti Kuvendit Shqipërisë. Këtë i spjegovulla, po Agroni tani ka spjeguar gjërat e veta. Mund të marrë vota shumë, mund të mos marrë asnjë.
Ta mbyllim kapitullin, Agronit, të Arlindqorit, të Lapajt e tjerë e tjerë. Pse ne? Por e mbyllon kapitullin, këtë fjalë thash vetëm për të. Atere, Edhe në fund thash një të vërtet. Nuk shpifa asgjë. vërteta thotë... Nuk fola për personalitetin Agron Shejajt. Karl Poperi nuk është vetëm një. Ajo është e vërteta tënde. Ky e ndërtoi duke qenë deputet i kësaj partie. Kjo është një vërtetë e madhe. Po. Tash pse duhet të jemi ne deputet? Shiko, po pse s'bë të bëj Jemi pjesë e një ekipi. Shiko, nuk është koha, se po të bëj pyetjen unë ty. Nga koha e Gromos Pashkos, dies pastë, dhe deri sot hemorragjia e kësaj partie ka qenë aq e madhe, sa po të mos ishte, nuk zbriste asnjë nga pushteti. Po. Dhe ti ke punuar dhe shërbyer në institucionet, në administratën e rëndësishme të pushtetit Partisë Demokratike. Dhe di barabar me mua këtë gjë. Po të mos e hapim këtë kapitull. Jo, s'do ta hapim, se s'kemi ardhur për këtë gjë këtu ne. Po s'ka ardhur për këtë gjë, atëherë më përgjigj pyetjes së tjera. Se ke dëshirë bëjmë një emision veçantë për atë ne. Po. Ndarja dhe përçarja rrezikon realisht opozitën. Pra, po themi tani. Ky është një kod që edhe një 10 votë, një votë që mund t'ja heqësh për misinë nacionale ka dikujt. Zonja Kalaja, pse shqiptarët Tiranësit, kryeqytetes duhet të tyrçojnë ju në kuvendin e Shqipërisë? Mendoj se kam bërë një opozit konsistente gjatë gjithë saj periude. E kam mbrojtur me aq sa unë kam patur mundësi Tiranën, kam qenë gjithmonë në mbrojtje të ligjit, kam qenë gjithmonë në mbrojtje të vlerave të trashëgimisë kulturore, identitetit të Tiranës, dhe gjithmonë jam përballur me shkelësit e ligjit, kjo edhe duke qenë kryeministër apo kryetar bashkie. Ndërkohë, 3 nga parimet e mia kryesore për cilët unë fakt kërkoj votbesimin e qytetarëve të Tiranës, janë se unë duke qenë dhe pjesë e fushës jurisprudencës, e kam frikë ligjin dhe respektoj ligjin. Pra, nëse ne, si politikan, si deputet, nuk kemi këtë respekt ndaj ligjit, pra, nuk do sillemi si disa deputet të cilët refuzonin të ekzekutonin edhe një vendim të gjykatës kushtetuese, ne nuk mund t'i themi qytetarëve që ti duhet zbatosh ligjin. Pra, duhet filloj nga ne si deputet, që nëse jemi nesër pjesë e atij kuvendi, unë pjesën kryesore timen do ta kem marrëdhënia dhe zbatimi i ligjit. E dyta që për mua është shumë e rëndësishme, është që nesër do t'jem personi që duhet jap llogari. Ke parë ndonjë deputet të mazhorancës si t'japi llogari ndaj qytetarëve? Madje tani i ka hequr fare edhe nga... Pa u bërë deputet, për shembull, ata të gjithja thonë do japim llogari. Unë e kam tregu me prova. Pra, unë kam bërë një opozit të tillë. Nuk duhet të edhe asnjë dyshim, po ju po thoni një gjë që e kanë thënë të gjithë. Po pra, unë mendoj, dakord se shumë kanë thënë shumë gjëra, po unë them që 3 kriteret parsore të mia nesër, nëse do votbesohen, janë që unë do zbatoj ligjin, do kem llogaridhënie ndaj atyre që më kanë votuar, por edhe atyre që s'më kanë votuar, dhe do jem transparente në gjithë veprimtarinë time legislative, por edhe jo vetëm kjo. Kështu që unë mendoj se duke qenë se kam bërë një betejë pa kompromis gjatë gjithë saj periude, duke qenë se jam përballur me pushtetin edhe pa patur imunitet, imagjinoni tani se si mund të luftoj unë për të drejtat e qytetarëve nëse do kemi imunitet kaq. Çollaku, pse ju duhet të jeni deputet i Kuvendit të Shqipërisë? Njerëzit duhet të dalin dhe t'ju votojnë ju. Unë kam kërkuar votën, themi 3 lloj shtresave të votuesve në Tiranë, në radh parë demokratëve, Partisë Demokratike, sepse jam një student dhjetori në 90-s, jam një antar i grevesurisë shkurtit në T1, kam qenë dëshmitar në çdo ngjarje të Partisë Demokratike,
e kam prekur karrierën time në Partinë Demokratike nga funksioni mi thjesht deri në ato më të larta, dhe e di në palc përjetimin dhe dhimbjen apo gëzimin e çdo demokrati. Kërkoj të më votoj qytetaria e Tiranës. Jam një djalë i lindur dhe rritur në Tiranë. Profesionet kanë shkuar nga Universiteti Diplomacia. Bi pjesë tek ajo plejada e djemve të bulevardit viteve 90, ku filloi disidenca e karshi regjimit, edhe pse ishim shumë të rinë atë kohë. Dhe mbi gjitha kërkoj votën e një pjese të shoqërisë gri. Kërkoj votën atyre që votojnë me arsye, që e përdorin votën ose për të vlerësuar, ose për të ndëshkuar. Ndonjëherë duke të kaluar dhe fanelat politike. Unë personalisht besoj te politika arsyes, ideve, parimeve. Unë mendoj që beteja që duhet bëjmë edhe në parlament, është beteja argumentit, jo beteja individve. Dhe kushdo që mendon dhe kërkon një politik të tillë, tek Kreshnik Çollaku e ka një adresë. Për sa do kam patur jetë parlamentare, një mandat plot, për çdo gjë mund të më thuash, por ne jam përpjekur për herë që betejat e mia t'i bëjnë bindjet, parimet e mia dhe mbi argumentet. Kam shmangur betejat individuale, jam besnik i bashkëpunëtorëve, por patjetër dhe respektues dhe i kundërshtarëve. Kush kërkon këtë lloj modeli në Tiranë, unë mendoj që jam një adresë për të votuar. Tedi? Atëherë, unë personalisht jam përfaqësues i një brezit për atë lindjen e tretë në demokraci, brezi i parë për që ka arrit moshën 30 e sa vjeçare. Pse duhet me votu mua? Sepse unë besoj që jam model në politik për sa i përket angazhimit tim. Shpesh na kërkohet me pas trin politik që i shtrohet tapeti ku që hapja në rrugën e rinis. Rinia në Shqipëri në 34 vite nuk ka se ka lënë hala markën e saj. Në 34 vite kena një protestë vitit 2018 e cila përfundoi me një kartuç falso, ndërkohë që brezi juaj e kaloi nga një sistem tjetër dhe me gjithë defektet e saj e ruajti demokracinë për 34 vite, tash është rralla jonë për me lanë markën. Se a i kemi ruajtur mirë, Tedi, unë nuk e di. Me gjithë defektet, nuk jena në Bielorusi, jena të shku drejt Bielorusis, për gjithsesi e kena ruajt për disa vite, flasim lirshëm, lvizim lirshëm, kena pronë, me të në defektet, keni lanë një shenjë. Ne nuk kena lanë hala asin shenjë si gjenerat, dhe për këtë arsye, duhet me fut në parlament 3. Po të çfarë trish? Një arsye më e rëndësishme kjo. Ja. Jo, është arsye e Ja, rëndësishme. ju shpjegoj pse. Është shumë e rëndësishme. Pse mu, se 3 ka plot. Për shembull, 12 vitet e fundit ka pas më shumë se asnjëherë 3 ministra, 3 deputet, 3 zëvendësministra, por kanë prodhu fatkeqësi më të mëdha për shtetin shqiptar. Unë du me kenë njëri edhe si pjesë e grupimit departamentit Brain Gain, aty kena rrëzu disa mite. Kena rrëzu atë mitin e karrierës për mu bë deputet, nga 100 vetë që ishim departamenti Brain Gain, që Zoti Berisha por edhe tjerë krahasoshin me kopin, ka vetëm një kandidat për deputet, por i gjithë grupimi funksionon si pjesë integrale e Partisë Demokratike, siç ishte në krijimin e saj. Pra nuk është për interesat tona personale. E dyta, si grupim ne punume me manuale të ndryshme për me hek kompleksin që kishte demokrati, turpin që kishte demokrati, me thanë, jam me Partinë Demokratike, kena bëhet librin e punëve të mira për me tregu që nuk jena i saj si ata. Pra, unë përfaqësoj një brez të ri, brenda Partisë Demokratike, jap një shembull se si ndërtohet karriera brenda partive të mëdha politike, pa pas domosdoshmëri, me u servilos, me kenë pjesë e konjunkturave, apo me zgjellë ato rrugë të shkurta që të bëjnë nga një podcast, të bëjnë kryesues listë deputetëve, apo nga një reels që bëhet viral, bësh zëvendësministër, siç është në kampin përballë. Pra besoj që përfaqësoj një rini e cila lufton me rregullat që kanë vendosur të tjerë për me fitu dhe mrapa ndoshta me ndryshuar disa rregulla lojet që me bë më të përshtatshme për meritokracinë. Po, të falenderoj. Zoti Sheu, pse duhet të ketë, a do të ketë rotacion në të dielën? Pse, më thuaj dy me moment, pse duhet? Rotacioni është jetik për vendin sot. Dhe a do të ketë? Jetik. Edhe unë të garantoj që do ketë rotacion se zban. E them dhe arsyen. Unë si kandidat për deputet Tiranë, si njëri me përvojë, me një eksperiencë të gjatë në politikë, edhe njëri që e njeh mirë terrenin, të garantoj këtu para teje dhe para gjithë shqiptarëve që na ndjekin, që nuk kam takuar më shumë se 10% të njerëzve që duan Edi Ramën.
të gjithë të tjerët janë kundërshtar të tij sot. Kjo është një arsye shumë e fortë që na bind ne se rotacioni është afër, shumë afër. Për të dielën e kam fjalën, jo afër. Për dielën, afër është. Po të afër. Mbas këtij emisioni. Afër është edhe në të ardhmen. Është mbrapa këtij emisioni. Pak orë mbas emisionit. Qartë më. 70% e shqiptarëve janë kundra për shkak se Edi Rama u ka ofruar shqiptarëve qeverisjen më të keqe në historinë politike 30 vjeçare. Okej. Dhe do të ketë ju i siguri do ketë. Larg qoftë nuk ka. Sot i dashur ylli nuk funksionon asnjë zyrë në administratën e shtetit. Jemi okej pra. Ti i the është jetike. Shqipëria ka dhe unë kuptoj që them se këtu është jetike. funksionon asgjë. Po. Është një organizëm që nuk funksionon. Të çmimeve dhe rrotat më të ulta në rreth. Te pyetja, lutem. Po, burda. Okej, dhe do të ketë këtu aty gjallë vdekur rotacion. Larg qoftë në male ndërgur femine në anët tona nga avioni. Një minutë. Po, një minutë më dëgjoj. Burda. Larg qoftë, nuk ka. Çfarë do bësh ti? Çfarë do bëni? Po na vodhi zgjedhjet e Edi Rama nuk ka vend. Domethënë, nëse nuk ndrohet pushteti si thua zgjedhjet. Jo, të lutem mos jep kuptimin që do ti bisedës, më lër të japun kuptimin që duhet. Kuptova që ti më lër të japun kuptimin që duhet. Unë po them ti. Atëherë thuaj kuptimin e qartë. Shqiptarëve janë kundër Edi Ramës sot. Sa? 70%. Si e ke matë? Kundër Edi, po pa diskutim. S'ma dëgjove bisedën që nisa të bëjnë fillim. Unë kam shëtit Tiranën dhe gjysmën e Shqipërisë këto 2 muaj. Këto sondazhet i manipulon në Edi Rama thuat. Edhe, ore, po pa diskutim, ore. Jo, në rregull. Pse vend dyshim ti këtë punë? Po në rregull, mos zotëri. Jo, unë të pyes ty. Dhe ti përgjigjesh. Një minutë ylli. Ja, keni djalë 3 atje. Teti Kopliku quhet ai. Unë sonde e kam taku për e parë. Po fole për Teti Koplikun se unë e kam thirr vetë. I kam të dhënat për atë njeri sepse unë jam një nga njerëzit që e njoh mirë Shkodrën. Shumë mirë. Edhe kur ka qenë ri. Po që se ka ardhur për të folur për Teti Koplikun. Jo, është një arsye Teti Kopliku. Një nga arsyet që do fitojmë ne. Po në rregull. Po. Dhe unë po e pyes Edi Rama na ka lehtësuar. Dhe ky ju shpjegoj njerëzve pse duhet ta votojnë. Të gjithë aksionin ton politik për të shkuar drejt rotacionit. Tani ti për arsye të mos e diskutojmë fare këtë. Momentin që u humbet. Do shkojmë te detaje. Dëgjoj pyetjen më zotëri ose Alepo, mos ma prish emisionin më. Jo, se më do ta prish emisionin, po. A do më dëgjosh? Urdhëro. Çiko, të respektojmë njëri tjetrin, të lutem. Po të lutem. Nëse do të respektosh, respekto. Ne jemi miq të vjetër, Po sigurisht. s'ka lidhje me miqësit, men. Emisioni është emisioni, që duhet ta bëjmë. Tani ti thua që ditën e enë, domethënë pas 2 ditësh bëhet rotacioni plot. Po. Dhe nëse nuk ka rotacion, do thotë që zgjedhjet janë vjedhur. Po do ta faktojmë në këtë gjë. Patjetër. Ore nuk po të them, në qoftë se nuk ka, domethënë janë vjedhur thua ti, paraprakisht. Absolutisht po. Është deformuar më vullneti i njerëzve. Okej. Deformuar vullneti. Pra, logikisht pajtohem sepse ne jemi në terren. Unë nuk mund të them që 70% e atyre që janë kundër Edi Ramës, si shumica e njerëzve që takojmë, do votojnë Partinë Demokratike. Jo. Këtë s'di ta bëj si bazë sot. Sigurisht jo. Por që 70% dhe unë pajtohem, masive është, pa kënaqësia dhe çfarë të thonë, fjala keyword-i, fjala kyç është duhet ndryshim, duhet ndryshu. Është masive kjo gjë ylli. Si do të përkthehet kjo në mandate dhe në vot, do ta shohim të dielën. Por në rast se unë nuk shoh asgjë shenjën e një shumice të rikonfirmuar të Edi Ramës. Në rast se mund të ndodh, do të jetë produkt i ndonjë skeme manipulative e Edi Ramës. Dhe në atë rast përgjegjësia ka përqendra jona. Unë nuk mendoj se kjo do të mund të ndodhë në kushtet që jemi, nuk do ta lejojmë, pra antena dhe monitorimi dhe betejë do të bëhet deri në fund, të sigurt është që një rikonfirmim pushteti i Edi Ramës ndodh vetëm në rast se arrin funksionon industria e tij manipulimit të vullnetit të njerëzve. Sepse është masive. Unë kisha 2 partive të reja këtu, përpara jush, dhe ata më deklaruan që kanë njerëz pa numër në terren. Dhe ne nuk do të lejojmë tha, edhe sikur të pikërisht për këtë po të them. Domethënë, okej, po ju keni fuqi shumë të madhe se ata. Pra, nëse nuk do ta doni Ramën, do bashkoheshim më të madhe, jo vetëm se ata, po dhe se Rama sot. Fuqi elektorale. Atë duhet t'i pyesni ju, jo. Fakti që serdhen me ne, do me thënë se nuk duan ndryshim. Po çfarë Rama në studion time nuk foli në favor tyre. Kush? Cili? Rama. Po nuk pse? foli në favor ty. Po Rama është Svetës në favor është tyre. skemaxhi. Erdhin Shkodër, Rama i dashurylli, shiko. Tedi, Rama ka filluar të mos flas as favor vetin, po jo favor të atyre. Asnjëherë bolla si tregon. Ka dashur apo trajton mirë Rama ylli
Rama ka filluar të mos flasë as favor vetin. I termimit të opozitës është Rama. Janë favor tyre. Sepse skema elektorale drejt për drejt çon atje. 10 vota djegura, diku mund djegë një mandat opozitar. Përfiton Edi Rama. Me vullnet o pa vullnet. Është ideatori gjithçka. Kështu që racionalia është irracionale këtë radhë të shpërdorohet votar. Kush do realisht rrëzoj Edi Rama. Është irracionale. Qoftë për motive personale, qoftë për motive emocionale, qoftë për filantropizëm demokratik, se duhet të ketë pluralizëm. Të gjitha mund jenë pranueshme. Nuk po shkoj te konspiracione, te mendja, te paragjykimi. Por të paktën është irracionale kush do të rrëzojë Edi Ramën të djeg votën për t'i bërë favor dikujt apo për t'i dhënë një shans dikujt, sepse këtë radhë në mënyrë absolute çdo votë e derdhur nga numri 1 shkon në oksigjen që jepet Edi Ramës. Shikoj Illi. Po të shkojmë sonte në doganën e Blatës. Ku? Doganën e Blatës, sonte. E ke radhën e makineve në 2 krahët me nga 1,5 kilometra. Makina, çfarë janë këta do të thoshti? Janë banorë të Burrelit. Ngrije zërin, Saleh. Janë banorë të Burrelit, të Jo, nuk e po ngrije pak se. të Bulqizës dhe të Dibrës që shkojnë majnë furnizon në ushqime edhe majnë karburant në Dibrën e Madhe. Se është 1 litër naftë 1.000 lekë. 900 ca lekë. Naftën e marrin, po. Në mënyrë masive në Maqedoni shkojnë. Çfarë dëgjova unë në një bisedë? Por për shembull nga mon Malizi vinë banorë të panumër që furnizojnë Shkodrën. Po dëgjoj tash. Jo me naftë. Dëgjoj Me gjitha tjera. Dëgjoj tash. More. Po vinë pra? Çfarë dëgjova në bisedë rastësore unë aty në Bllak. Që ikon punëtor me punu, shkojnë njerëz me makinën. Shkojnë punëtorë shqiptarë që punojnë të panumër ande. Po i kanë parun. Se është e rëndësishme. Por vinë dhe njerëz që marrin ushqime këtu. Ushqime? Punëtorët pa numër shkojnë punojnë në Malzi nga tanët. E kthen ushqimin. Ka një pjesë të tyre, ulqinake kështu që vinë. Dëgjoj. Edhe Malazes. Ylli. Po. Bisedë rastësore atje. Tani ky krahasim, jam okay. Janë 2 elementë shumë të rëndësishëm. Shiko. Më thot një nga këto banorët e Maqellarës, është e vërtet kjo? Se ti po nxirr varfërinë të parë në orë. Shkova të marr ilaçet në Dibër tha. Ilaçet. Unë them që ka dhe elemente të tjerë të rëndësishëm. Çmimi në Peshkopi 75.000 lekë, çmimi në Dibrën e Madhe 35.000 lekë. Edhe ilaçe të rregullta atje. Okej. Ta dish, ë? Ti je duke thënë pse duhet të ketë rotacion të dielën. Një nga arsyet. Shtoni të tjera, çfarë keni? Ju thoni njerëz, ja thoni dhe njerëzve. Për mendimin tim, ne duhet mi trajtu njerëzit si njerëz. Dhe Partia Demokratike është e vetmja që është tu e bë, i flet si mundem me ja rregullu në jetën e tyre. Dhe unë besoj që shqiptarët kanë inteligjencën, integritetin e mjaftueshëm për me zgjellë mes 2 alternativave. Kena një alternativë që të shpjegon si do ta realizoj programin e saj, dhe kena një alternativë tjetër që nuk ka asnjë bilanc për 12 vitet që kanë kaluar, dhe i propozon shqiptarëve, jo, për me thonë që unë besoj që shqiptarët nuk janë çmend. Pra, i thet, unë kam një ofertë për ju, thet, pasaportë europiane 2030. Pra, më jepni këtë mandat. Më jepni edhe mandatin tjetër dhe do t'ju jap një pasaportë që ju jeni tu e marrë nëpërmjet emigrimit. Pra, kjo është me i trajtu si çmendur shqiptarët. Dhe unë tanë fushatën teme elektorale, shaf minimumi një diferencë thjesht. Ne i flasim njerëzve si njerëz, ai i trajton si me kanë kavje. Dhe shqiptari unë besoj që ka hala integritet, ka inteligjencë për me zgjellë mes 2 programeve. Dhe s'duhet me harru që Partia Demokratike ka ardhur nga vorri politik, ka bashku gjithë spektrin opozitar, është koalicioni më i madh që ka Rama përballë, dhe nga ana tjetër, në 12 vite nuk kena asnjë bilanc. Koalicioni këtyre 25 partive. S'ka rëndësi, 26 partive, po. Po për shembull, t'ju shpjegoj një parti, mos merrena me 23 tjerat. Për shembull, jo, po ju thotë kur i madhi, e ke parasysh të shifrën. Dakor. Se po fole për njërën. S'ka rëndësi, a din pse nuk kupin vota. Me këtë kod vlen edhe 500 vota. Vlen sepse këtë kush është parti tjetër e që ju shpjegoj për shembull. Që ndihmon opozitën për të ardhur në pushtet. Me që e the këtë dakord. Jo, shpjegoj. Jo, më thuaj konkret, ke 20 ca parti. Lejo t'ju shpjegoj. Kush është Partia Republikane? A mundem me shpjegoj? Partia e Zotit Fatmir. Po patjetër. Zoti Rakipi, a mund ta shpjegoj pse është i shnetshëm ky lloj koalicionit? Po mos është koha që e bëni ju deputet Fatmirin kaq në listë mbyllur dhe se për shembull ka ndodhur një gjë. Atëre me statistika i moshën e 8-it, po 1 minutë më të lutem, më zonja të bëj pyetjen. Moshën e 8-it, ai e ka marrë dhe e ka futur në listë mbyllur. Kush? Edi Rama. Se ka fut në 6 e 8-it. Po të mbaroj pra tani. Okej, pra dakor. 1 minutë. Ka 2 8-at ndryshëm, ka një 8 që e fton podcast. Të tjerët njerëzit e rëndësishëm të Partisë Socialiste që kanë mbajtur pesha të jashtëzakonshme mbi supe, Pandeli Majkon, Gjafën, tjetrin, i ka lënë të hapur. Ka një. Dësa ju
Dakord më se okej më të fitoni ju, pa tjetër. Por ju, a i duket sikur ka mbledhur, me të shikojmë ne, për shumë gazetarët e këto, duket sikur i ka futur në listë ata që i duen. A mund përgjigjem? Dhe ka dhe një ashtë Që është për trit, a mund t'ju shpjegoj unë? Jo, po ta pësim dhe tjertë, se ti... Ja, më shumë duk sikur ishim të vazhduat... Jo, ne vazhduam dhe unë thash, Ja, dakord, s'ka problem. ke përgjigje për këtë që a i ka futur të rinjtë. Po, jo shpjegoj për. Në listët e ty së të kanë futur në listën e mbyllur. Jo shpjegojnë për çfarë tërë ka fut. Ai ka fut të ri që i thret në podcast dhe i thot unë jam shefi si dushti, i kena kështu video kandidat e tij. Ndërkohë unë i thash kam 20 vite në parti politike dhe unë bëj politik. Pra, ka njerëz që i komandon, nuk i fut të ri për mentalitet të ri në politik. Do me thënë, njerëz pa vlerë, thua ti, ata që ka futur ai. Po, Edi Rama ka futur njerëz pa vlerë, po. Ushtar, pra, ushtar. Okej. Jo të ishte pse duhet rotacioni politik. Po. Rotacioni politik është jetike, jo për ne, që sfidojmë qeverinë. Edhe ne kemi një mal me kritika. Do të them unë nuk jam nga ato që duhet ta lyej roz veten tonë. Një mal me kritika kemi. Kemi bilance, kemi të mira, por dhe vend për të kritikuar ka sa duhesh kjo pozitiv. A jemi kushet vështira, shumë të vështira. Ti lem kritikat. Jo, nuk po, është moment tjetër. Ti vazhdojmë të enën. Se duhet, Ylli, sepse këtu ka një lloj alibie dash të fajshme, dash pa fajshme në publik. Shiko, ne gazetarët në këto ditë nuk duam të bëhemi protagonistë me asnjë palë. Nuk e kam të... Dhe ti lëm kritikat, nuk duam të kemi protagonizëm që kundër këtij ose kundër këtij. Ti zotri shpjego tani pse duhet të ndryshoj dhe kaq, 1, 2, 3, 4, kaq. Po të them. Përmes gjithë kritikave që ne kemi, i mbajmë, mbase sa i meritojmë, mbase sa na i vëjnë, rreziku i madh që i ka noset vendit në rast se nuk ka rotacion politik, se do të humbas përfundimisht kuptimi i alternativave dhe demokracisë në vend. Kthehemi në autokraci totale. Pra një mandat i 4 Edi Ramës, i bazuar me një sistem të gjithë provuar, manipulimi i vullnetit votuesve, këtu humbet sistemi pluralist. Këtu kthehemi autokraci. E vetmja mënyrë për të mbjetuar publiku, privati, çdo segment të shoqërisë është i përshtatet pushtetit. Është ky një problem i rëndësishëm. Kthehemi në modelin e Bielorusisë. Prandaj rotacioni politik në vende si Shqipëria, se ka patur vende si rotacioni politik. Kryeministri Rama numëroi vende që kanë edhe më shumë. Rotacioni politik ka nevojë. Po flasim për vendet demokratike. Ka nevojë dhe vetë PS-ja të ndodh rotacion politik. Ka nevojë majta për rotacion politik. Se s'ka model më, s'ka gar më, s'ka pluralizëm më. Dhe një mandat i 4 i këtij konsolidon jo vetëm keq qeverisjen, jo vetëm banalitetin qeverisje, jo vetëm këto fenomenet e korrupsionit, këtë miksa, sepse shikore, Rama për mua merr studio librat e shkencave politike, nuk e gjen një model të tillë. Një mikstur, pushtet politik, krim, para, format vjetra të sigurimit, këto të ndikimit, është një mikstur që nuk ka model politik. Dhe në rast se kali e fundit nuk ndodh rotacioni, ky kthehet në klishe. As gjesojnë dhe opozitarët, ta të rinë që kanë ngelur të fundit, ikin dhe këta, se gjysma e një ashtë, as gjesojnë opozita, dhe ky kthehet një model, kthehemi autokraci. Unë mendoj që përveç rotacionit, Shqipëria e ka shumë të nevojshme emergjencë kombëtare ndryshimin. Nuk është thjesht një rotacion, por është një ndryshim që duhet vi me këtë program që ne propozojmë çdo ditë përpara shqiptarëve, këtë program që është i bëshëm dhe i realizueshëm dhe gjithë përfshirës për çdo shqiptar, dhe nga ana tjetër ne kemi një kundërshtar i cili jo vetëm që del përpara publikut pa program, i nderuar Ylli, po ka dhe një problem shumë të madh. A e keni dëgjuar se çfarë thot? Unë e shikoj në situatën më të keqe që ndodhet, për sa kohë ai drejtohet publikut dhe thot, nëse ju nuk votoni Parti Socialiste, mos dilni fare për të votuar. Ndërkohë që ne kemi një fenomen nga më problematikët në këto 12 vite, kemi 1.080.000 shqiptarë të larguar vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, pra mbi 35% e popullsisë shqiptare të ka emigruar të paktën në 10 vitet e fundit, pa përfshirë emigrimi në vendet të tjera, dhe nga ana tjetër kemi vetëm sipas raportit të KLSH-s një abuzim me fondet publike deri në 10 miliard euro.
Pra, një buxhet 4 vjeçar vetëm me abuzime, pa marrë konsiderat. Për pos kësaj, ka edhe një ndryshim geopolitik, e cila nuk e ka më atë terrenin e lirë relaksus për Edi Ramën, nuk ka një ambasadë amerikane që të dali që pa mbaruar numrimi si në 2021 dhe të përgëzoj fitusin dhe të përgëzoj për zgjedhje të rregullta, të barabarta e tjerë, ndërkohë që ajo që s'ka ndodhur në fakt në 12 vite, ka ndodhur në më pak se 10 ditë, jo ka shumë rëndësi, pse? E morëm vesh tani dhe... Jo, në më pak se 10 ditë, ka bërë 2 deklarata shumë të forta ambasada amerikane në raport me zgjedhjet, për t'i treguar që edhe Edi Rama stop, dhe unë nuk mendoj sa ai bën pjesë në ata trimat, që do të luaj me zgjedhjet, do të bëj atë gafën që ka bërë në gjithë zgjedhjet e tjera, por unë mendoj se fitorja Aleancës për Shqipërinë Madhështore është e sigurt. Ne jemi në 74 deri në 78 mandate dhe Edi Rama për sa kohë që është i dështuar në 12 vite, nuk mund t'i ofroj asgjë shqiptarëve në 4 vjeçarit. Mesazh, secili një mesazh qytetarëve për ditën e diel. Sali, Sheu. Unë i ftoj gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, t'jenë prezent ditën e zgjedhjeve, të gjithë t'jenë pjesëmarrës në votime. Të rinj, të reja, pensionistë, vëllezër, motra, gra, burra, të gjithë shqiptarët që kanë mbush moshën legale për të qenë votues, të shkojnë kutitë e votimit. Për një arsye të thjeshtë, se të gjithë së bashku do t'i ofrojmë Shqipërisë ndryshimin e shumë pritur. Në çdo bashkëbisedim me qytetarët shqiptar, sot fjalën e parë që dëgjon është do ndryshoj. Kjo është fjalia e parë e bashkëbisedimit. Qartë. Dhe që të përgjigjemi kësaj situate, të gjithë shqiptarët i ftoj që të paraqiten në kutitë e votimit, votojnë në guxim, të zgjedhin Partinë Demokratike, të zgjedhin koalicionin tonë të shëndetshëm, të zgjedhin programin e Partisë Demokratike, të zgjedhin kandidaturat tona që janë kandidaturat më të mira të kësaj fushate. Të votojnë kundër gjendjes ekonomike që u ka ofruar Edi Rama, të bëjnë të mundur ndaljen e largimit të rinisë nga Shqipëria. Krashnik? Unë mendoj që dielen më shumë dhe në mënyrën më të rëndësishme base në 34 vite, qytetarët kanë në dorë të realizojnë, fuqina kanë ata, kanë në dorë të realizojnë atë për të cilën ankohen çdo ditë 4 viteve, të përdorin votën e tyre për të ndryshuar. Dilni, përdorni votën tuaj dhe vullnetin tuaj për të ndryshuar. Vota nuk do të cenohet, opozita është garante e kësaj, por vota duhet përdorur. Kush nuk e përdor votën ditën e diel, imagjinoni që për 4 vite të tjera nuk do të ketë mundësi dhe s'do të ketë as të drejtë të ankohet pse gjërat shkojnë keq në këtë vend. Tedi? Atëherë, unë kisha bërë thirrje gjithë shqiptarëve që betejë 11 majit nuk është vetëm një betejë elektorale, është realisht një betejë patriotike ku realisht ndahen fatet e Shqipërisë dhe një mandat i 4 i Ramës realisht rrezikon vazhdimsinë e kombit shqiptar me shqiptar, një Shqipëri me shqiptar. Do të largohet edhe shqiptari i fundit, pra ajo pasaporta europiane është premtimi tashmë i majtun i Ramës dhe do të realizohet mandatin e 4. Kthehen në Shqipëri normale, sepse është Shqipëria madhështore, pra në pa mundësi me pas një Shqipëri normale, Shqipëria normale është madhështore dhe atë duhet bëjnë shqiptarët dhe një thirrje kam për gjithë votuesit, përveç asaj që u tha më përpara, pra të shkojnë dhe ta realizojnë detyrën qytetarë që kanë dhe të ndihmojnë Partinë Demokratike me mbrojt votën, me numëru votën. Unë kisha thënë që të zgjellin më të mirë në listën e përfaqësuesve politik. E tham gjithmonë, ne edhe kur rregullojmë çatin apo edhe një tub të shtëpisë, marrim mekanikun, nuk marrim mikun. Ndërkohë, politikanët shpesh e japin votën me mik, thojmë, asa e njaftë. Pra profesioni më i rëndësishëm që ka në dorë jetë tuaja për 4 vite të ardhshme është politikani dhe merrni seriozisht votën që keni të dilen. Zonja Kaleja? Unë mendoj që ditën e diel do ketë dhe duhet ketë një masivitet. Votën masive nuk
e blendot dhe nuk e manipulon dot, as Edi Rama dhe as kush, dhe me këtë rast, në fakt, unë i bëj një thirrje edhe atyre që janë skeptik, edhe atyre që e kanë me pikpyetje, nëse ato nuk votojnë, pavarësisht pakënaqësive që kanë nga ky pushtet, i japin një mundësi këtij pushtetit për të vazhduar dhe në 4 vite. Pra, refuzimi për të votuar është një armë për të mbajtur pushtetin. Ndaj, secili nga qytetarët shqiptar të marri edhe një mik, të marri dhe komshiun, të bindi edhe një familjar të tij apo një farefis të tij dhe të vërshojnë në kutit e votimit. Këtë thirrje në fakt e kam sidomos për diasporën. E gjithë diaspora e cila nuk ka votuar nëpërmjet regjistrimit në ligjit të ndryshuar në diasporë, le të paguajnë një çmim shumë më të vogël se sa kur paguajnë për të ardhur për të pa ndeshjet e kombëtares, se është më e rëndësishme fati i Shqipërisë me 11 maj, se sa një ndeshje e kombëtares, që i paguajnë ato bileta dhe 2.000 e 3.000 euro, le të vinë këtu, le të japin kontributin e tyre për ndryshimin e Shqipërisë, sepse nëse ndryshimi vjen me datë 11 maj edhe prej votës së diasporës, Shqipëria do ketë ndryshimin, Shqipëria do të jetë madhështore jo vetëm për ne që jetojnë këtu, por edhe për ata nesër që të kthehen në vatrat e tyre. Nderuar të shikues, 4 të ftuarit e mi të kësaj pjese thanë se cili mesazhin e vetë për ju, të nderuar shikues, për ditën e diel. Ditë të cilën ju duhet të shkoni patjetër për të votuar dhe do të votoni vetëm në një fletë votimi. Ju mund të votoni në nga 2 mënyrat të cilat unë vazhdimisht janë shpjeguar në media, unë po e shpjegoj për herë të fundit edhe në programin tonë. Një nga mënyrat, nga 2 mënyrat ju do të them, për ndryshe fleta e votimit do të jetë e pavlefshme, nëse nuk votoni në një nga këto 2 mënyra. Mënyra e parë, nëse doni të votoni vetëm për partinë apo vetëm për koalicionin, vendosni shenjën në X ose plus brenda kutisë përbërj emrit të partisë ose koalicionit të partive që doni të votoni. Nëse doni të votoni vetëm për një kandidat, që është në listën parapërqyese, vendosni shenjën X ose plus, të njëjtat shenja, brenda kutisë përbërj emrit të kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast, vota juaj llogaritet për kandidatin që keni zgjedhur, njëkohësisht edhe për partinë apo koalicionin të cilit i përket ky kandidat. Kujdes. Ju nuk mund të votoni për një parti apo koalicion dhe njëkohësisht për kandidatin e një partie apo koalicioni tjetër. Vota juaj në këtë rast do të jetë e pavlefshme. Është kohë pastaj të shkoni në kutinë e votimit nëse nuk do të respektoni këto 2 element të rëndësishëm të cilët ne ju cituam. Ky ishte programi ynë i gjatë maraton për mbrëmjen e sotme, për shkak se është i fundit në ndajnë vetëm 2 ditë, si tham, nga zgjedhjet, nga data 11. Ne do të vijojmë të televizioni, MCN do të jetë gjithë ditën e diel në një program maraton, duke u përpjekur sjell të gjithë elementet dhe ç'ndodh atë ditë, sidomos ç'ndodh, por dhe me personazhet të cilët do të vinë dhe të diskutojnë për këto problematika. Njëkohësisht, edhe programi ynë do të afrohet me ju, të nderuar të shikues, mbasi procesi të ketë vijuar dhe mbas orës 21, ne do të jemi në një emision po këtë ditë, ditën e diel, në një emision tjetër maraton, që do të vijojë për të ndjekur dhe për të parë se çfarë do të ndodhë dhe kush do të jetë fituesi dhe njëkohësisht dhe humbësi në zgjedhjet e datës 11. Faleminderit shumë dhe unë ju uroj ju të votojeni së pari, secili nga ju, marrë votat dhe të jetë deputet, njerëz të rëndësishëm të politikës të opozitare shqiptare,
unë do të kësha kënaqësi ju të ishin vërtet deputet të Kuvendit të Shqipërisë, dhe pastaj edhe koalicioni që ju përfaqësoni. Faleminderit shumë. Pra, ka që ishim, këtu ishim, deri këtu ishim, në rrugët e shikues, me ju pafshim ditën e diel. Natë.